Dasma shqiptare 2017. Paraqet. Përshëndetje të gjithëve. Erdhi një mëngjes i qetë, i një ditë të bukur, kur fillova të kuptoja se jeta ime po merrte një drejtim që nuk e kisha parashikuar asnjëherë. Isha nuse e re dhe sapo kisha hyrë në një familje të madhe, në një shtëpi të vjetër, por plot jetë. Obori ishte gjithmonë i gjelbër. Pemët ishin të mbushura me fruta dhe në ajër ndihej aroma e çajit që pihej çdo mëngjes nga vjehra ime. Burrin tim e kisha njohur gjatë pushimeve. Ishte i qetë, punëtor dhe nuk fliste shumë. Vendosëm të jetonim përkohësisht me prindrit e tij, derisa të rregullonim shtëpinë tonë. Në fillim gjithçka ishte normale. Unë përpiqesha të përshtatesha, të isha nuse e mirë dhe të mos prishja balancën e familjes. Vjehri im quhej mentor. Ishte burr në moshë, me flokë të thinjur dhe duar të forta nga puna e gjatë. Nuk ishte njeri i fjalëve të mëdhaja, edhe ai fliste pak, por kur fliste e thoshte atë që duhej. Vjehri shpesh rinte në verandë, duke parë oborrin ose merrej me punë të vogla që askush nuk ja kërkonte. Por tipi i tij ishte që të punonte gjithmonë diçka, qoftë sado ndonjë gjë e vogël. Në fillim, marrëdhënia jon ishte thjesht respekt. Vjehri më trajtonte me korrektësi dhe unë e shikoja si prindin e burrit tim, e asgjë më shumë, se dija çfarë do ndodhte më pas. Por me kalimin e kohës filluan të ndodhnin gjërat e vogla që nuk i kushton vëmendje menjëherë. Një ditë u ktheva nga pazari e lodhur. Isha me thas në duar. Mentori doli në oborr, pra vjehri im. Ai më pa që mezi po esja dhe tha me qetësi: "Lëri këtu këto thaset, po t'i çoj unë brenda." Nuk ishte ndonjë dim që më habiti, por mënyra se si e tha, pa zhurmë, pa u dukur sikur po bënte diçka të madhe, më pëlqente. Ai kujdesej për çdo gjë, qoftë edhe për gjërat më të vogla. Vjehri rregullonte dritën që prishej për shembull. Shikonte nëse ishte ftohtë në shtëpi dhe i fuste drut shporetit. Ai më pyeste nëse kisha nevojë për diçka gjatë gjithë kohës. Ishte mjaft i vëmendshëm, por asnjëherë nuk bënte komplimente, por gjithmonë vëmendja e tij mbizotronte. Kjo vëmendje filloi të më ngjallte një ndjenjë që nuk dija si ta quaja. Në shtëpinë tonë të vjetër kishte edhe humor. Vjehra ime ishte grua energjike dhe donte gjithçka që ta kishte në rregull. Ishte e pastër dhe shtëpinë, sa do të vjetër që e kishim, e mbante gjithmonë të rregulluar. Një herë gjatë drekës, mentori bëri një shaka për ushqimin dhe vjehra i tha me ironi: "Mos fol shumë, sepse prap ti gjithmonë han nga 2 herë, sepse një herë ti nuk ngihej. Qeshem që të gjithë."
këto momente e bënin jetën më të lehtë. Me kalimin e muajve, fillova ta njoh më mirë mentorin. Në mbrëmje, kur burri im ishte në punë, shpesh rinim në salon dhe bisedonim. Flisnim për gjërat më të thjeshta, flisnim për punët e shtëpisë, e sidomos për fshatin që unë pothuajse nuk e njihja fare. Vjehri më dëgjonte shumë mirë, por edhe fliste ngadalë dhe unë kuptoja çdo gjë që ai thoshte dhe kështu pak nga pak fillova të njihja fshatin dhe komshinjet e të gjithë fshataret që kishim përreth. Ai nuk më ndërpriste dhe nuk të jepte menjëherë këshilla. Një ditë vjehri u ftof pak. Nuk ishte gjë e rëndë, por kishte erthe dhe lodhje. Unë u mora me te. I bëja çaj, supë dhe i jepja ilaçet. Një natë u zgjua dhe më pa pranë tij. E ai me zë të ulët tha: "Të falenderoj shumë që je këtu me mua." Ajo fjali me preku më shumë nga sa e prisja. Pas asaj dite, fillova të verej se mendja më shkonte shpesh tek ai. Kjo më shqetësonte. Isha e martuar dhe e dija mirë kufirin tim. Por ndjenjat nuk pyetnin për rregulla. Nuk ishte diçka e fortë apo e papërmbajtshme, por ishte një afërsi e qetë apo një ndjenjë sigurie kur isha pranë tij. Një pasdite, mentori më tregoi librat e tij të vjetër. Ai kishte një dhomë të vogël ku mbante libra e gazeta të para shumë kohëve. Filloi të më tregonte histori edhe nga rinia e tij. Fliste thjesht, pas bukurime. Unë dëgjoja dhe ndihesha rahat dhe më pëlqenin ato historitë e tija. Teksa isha në obor, një fqinje pra një komshie imja një ditë më tha me shaka: "Të pëlqen shumë vjehriut, e shoh." Unë qesha dhe e mora si shaka, por fjalët më mbetën në mendje. Në një dasëm që po bëhej pranë shtëpisë tonë tek disa kushërinj, unë dhe mentori u morëm me disa përgatitje dhe ju ndihmuam. Ishte pak rëmuj e pak komedi. E gjatë atyre ndihmesave, në një moment, duart tona u prekën rastësisht. Të dy u ndalëm për një çast, e pastaj u qeshëm, sikur asgjë nuk kishte ndodhur, por tek unë ajo ndjesi mbeti. Fillova të mbaja pak distancë, jo sepse doja, por sepse duhej. Megjithatë, sa më shumë distancë, aq më shumë mendime kisha. Në një mbrëmje, kur shtëpia ishte bosh, dolëm në obor, e folëm për gjërat e zakonshme. Vjehri u ndal pranë një peme të vjetër, e përqafoi dhe më tha se kjo pemë kishte parë shumë breza. Në heshtje, ai më mori dorën, e nuk thoshte asgjë, e asun kur gjë si thoja. Ishte vetëm një moment i thjesht, por shumë i fortë. Disa ditë më vonë, atij i erdhi një mesazh. I duhej të largohej për ca ditë për të takuar dikën nga e kaluara, disa qytete larg fshatit ton. Dhe unë ndjeva mungesën e tij që para se të ikte. Si asnjëherë tjetër, në vend se ta përshëndesja thjesht,
Këtë herë e përqafova. Vjehri qëndroi si i ngrirë. Kujdes, tha, jo kaq afër. E dija që nuk ishte askush në shtëpi. Nuk e lëshova. Në atë moment, ndjeva një puthje tek supet. Ngrita kokën dhe filloj të me udhte. Duke me marrë për dore, po shkonim drejt sallonit dhe shpejt i hoqëm të gjitha. Nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjini videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjni subscribe.